Lavdi e Bisha, veterania e skenës që vazhdon të frymëzojë, ka mbushur 82 vite, por është plot energji dhe ka një memorje për të pasur zili. Kjo është Lavdi e Bisha, aktoria vlonjate e kinematografisë shqiptare dhe teatrit Petromarko. Është një nga veteranet dhe aktorët e para të teatrit vlonjat. Në Vlorë e njohin si Lado dhe ne e gjetëm përgjatë bregut të detit ku ajo del çdo ditë për të bërë shëtitje, duke përshëndetur qytetarët që e njohin nga roli i Romës në filmin Kur zbardhi një ditë. Në fjalët e para ajo u shpreh: Po e filloi nga deti, me që jam këtu. Profesor Kadri Roshi thoshte se unë kam qenë student e profesor Kadri Roshit për 8 vjet, 4 vjet e liceut artistik dhe 4 të institutit të lartë të arteve. Dhe profesor Kadri thoshte gjithmonë, skena është si deti, kalbësirat i nxjerr jashtë. Mua ky det më mbajti. Më mbajti sepse me punë harriet gjithçka. Aq më tepër që unë pata dhe besim në veten time, plus eksperjenca shumë vjeçare, edhe për kraja e kolegëve të mi. Dhe unë munda të gjej veten deri në këtë moshë. Sepse dhe një derë më hapi një derë tjetër. Unë nuk e di sa vjeç jam, vetëm kur më kërkojnë pasaportën që shikoj datlindjen. Sepse nuk e ndjej fare atë moshën e rritur, si thonë. Për fat, siç më shikoni, jam akoma gjallë. Jam në jetë të vërtet. Karriera e saj është mbi 60 vjeçare. Liceun artistik e kreu pas viteve 60 duke hedhur rapat e saj të parë, me ndihmën e regjisorëve vlonjat, të cilët e përgatiten për të ndjekur studimet në institut. Sepse karriera ime është e gjatë 60 vjeçare. 60 vjeçare në skenë. Kur mbarova liceun artistik, ishin vitet 60 që punova një vit në estradë. Aty filloi hapi im i parë dhe i faleminderit atyre aktorëve që ishin atëre. Leka Gaçi, Gësheremi, Nazmi Bonjaku, Pirosava, që më mësuan ABC-n e skenës. Aty ata më përgatitën për të vajtur dhe në shkollë. Lado thash do vazhdo shkollën. Ndërkohë, unë për të vajtur në lice artistik, angazhohesha në shtëpinë e Pionerit. Isha veç 12 vjeç. Po mos haro se 12 vjeç në ngelem shumë të vogla jetime, por veja në shtëpinë e Pionerit shpesh me qëllim që të na jepnin një fustan në një gjë. Por aty ishte një regjisor i grupeve amatore, Shefqet Resuli. Se më tha, Lado, tha, e di që e bie e regjimentit, tha, po ka një shkollë në Tiranë. Dhe fatmirësisht erdhi një komision, u bë një konkurs, dhe në të komision që ishin shumë, nxënësa fitova vetëm unë. Kisha trapezën të shtruar. Mbrojta diplomën e liceun artistik, kam qenë partnere me Viktor Zhusin, kemi luajtur hijet e Ibsenit, unë luaja regjinën. Pata dhe një çudi, sepse në klasë pata dhe Vaçe Zelen. Pse e pata? Sepse e kisha dhe në lice artistik. Në konvikt ishim bashk, dhe Vaçja erdhi nga gjimnazi Qemal Stafa për të dhënë provimet e maturës dhe kulturën artistike ta fillonte nga e para. Por ndërkohë Vaçja i thot pedagogja kur po mbaronte viti, Vaçja tha, nuk bësh këngëtare opere, ti tha, nuk bën për mua. Atëre du të talë shkollën, thë Vaçja. Dhe e kam parë në obor duke qarë, do iki Lavdi, tha. Vaçja iku në Lushnje, punoj këngëtare, unë erdha në Vlorë dhe aty ka shumë ngjarje pastaj që unë jam munduar të jetë një libër. Nga Shqipëria në Greqi dhe sërish në skenë. Në vitet 90 kur do të dilte në pension, Lavdia mendoi të shkonte në Greqi për të mësuar më shumë rreth antikitetit grek. Doja të veja në Greqi, e para se isha afër, dhe e dyta sepse kisha etje për të mësuar antikitetin grek, të cilin e kisha bërë në shkollë, shumë vepra. Kam vajtur në Lepsin dhe kam parë ka lindur Eskili. Fillova punë në emigracion, bas disa vjetësh, ku jam angazhuar me 3 filma. Grek, shqiptaro-grek, partner shqiptar dhe partner grek, plus në një rol kryesor në një teatr me Petronakon, në një rol të një nënë bosnjake. Ajo kujton me krenari një moment ku i kërkoi regjisorit grek të ndëronte kostumin e personazhit të saj. Sa filloi episodi i parë, më dhanë një palë rroba të vjetra sikur isha lupsare. Thash, çfarë janë këto rroba? Ndroni kostumin. Derisa më ndruan kostumin, unë nuk xhirova. I thash, e di pse? Sepse unë jam Teuta Iliriane, sepse unë jam Shote Galica, sepse unë jam ajo nën shqiptare, i thash, që morën në ratinë për male dhe ndezën në majtë malit. Kjo jam unë, i thash. Lavdien e njohim më së shumti për rolin e Romës në filmin Kur zbardhi një ditë me regji të Piro Milkanit. Madje një herë në Fierë ndalua në polici sepse e kishin marrë për Rome. Pas 10 vitesh në Greqi ajo u rikthye në Vlorë, por ndjen se nuk është vlerësuar për punën e saj. Përveç titullit, mirënjohja e qytetit nuk ka marrë asnjë vlerësim. Po për të çmimi më i madh është dashuria e njerëzve. Pse unë kam luftuar me dallgë tramundan. Jam gjuajtur dhe me gur. Po i kam marrë ato gur dhe i kam bërë shkallë dhe jam gjitur këtu ku jam sot. Me emrin tim Lavdi.
dhe më kanë vlerësuar vetëm me një certifikat mirënjohje qytetit. Ky është çmimi im në gjithë i tërë karrierës time, por për mua nuk kanë rëndësi çmimet s'ka nevojë ta them, sepse për mua çmimi më i madh është dashuria e njerëzve. Unë nuk dal dot në rrugë, se më takojnë me radhë. Bile nuk më thonë Lado, më thonë duku bashta. Së fundmi, Lavdia ka interpretuar në 3 premiera me parodistët e Vlorës, si dhe në projekte të tjera me Uj Bakën e Drilon Hoxhën. Por ajo është ende në pritje të roleve të tjera, sepse për të skena mbetet jeta e saj.